Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndodhet në një situatë pezullimi për sa i përket zgjedhjeve të pjesshme në Bashkinë e Tiranës. Vendimi i gjykatës kushtetuese për të pezulluar dekretin e presidentit Bajram Begaj ka ndaluar çdo veprim të përgatitjes së procesit elektoral në kryeqytet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk është duke zhvilluar asnjë veprimtari që lidhet me përgatitjen e procesit zgjedhor në Bashkinë e Tiranës për datën 9 nëntor. Kjo për shkak të urdhërimit të gjykatës kushtetuese. Është e sigurt që do të zhvillohen zgjedhjet për 5 bashkitë e tjera, përjashto Bashkinë e Tiranës, pra për Bashkinë e Vlorës, Beratit, Tepelenës, Cerrikut dhe Matit. Fjala e fundit për Tiranën do të thuhet me 31 tetor, ku dilema më e madhe është nëse kryeqyteti mund të shkojë në zgjedhje po në datën 9 nëntor nëse gjykata kushtetuese konfirmon shkarkimin e Erion Viliajt. Procesi i përgatitjes së zgjedhjeve është një proces i cili kërkon natyrisht bazuar në kodin zgjedhor një periudhë kohe të caktuar dhe në rastin e zgjedhjeve të pjesshme në kodin zgjedhor është përcaktuar qartë që zgjedhjet nuk mund të zhvillohen më parë se 30 ditë nga momenti kur është njoftuar vakanca dhe jo më vonë se 45 ditë nga ky moment. Që do të thotë që periudha minimale për të përgatitur procesin zgjedhor në rastin e zgjedhjeve të pjesshme do të jetë 30 ditë nga momenti i njoftimit të vakancës. Në vijim, Kolegji Zgjedhor do të shqyrtojë kërkesën për të zgjidhur ngërçin e afateve procedurale për 5 bashkitë që do të votojnë me datën 9 nëntor, pasi disa akte nuk morën dakordsinë e nevojshme nga Komisioni Rregullator. Vendimi i gjykatës kushtetuese me 31 tetor pritet të japë përgjigjen për fatin e zgjedhjeve në kryeqytet dhe për situatën e vakancës së kryebashkiakut të Tiranës.